Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Kur'ani është fjala e Allahut xhelle xhelaluhu. Çdo musliman dhe muslimane duhet të di që ka disa detyra ndaj librit të Zotit. Një nga detyrat që e kemi ndaj librit të Allahut dhul xhelal, ndaj fjalës së tij, është që ta lexojmë atë çdo ditë. Leximi i Kur'anit të jetë i përditshëm. Nuk duhet që të kaloj një ditë nga jeta e besimtarit islam pa lexuar diçka nga Kur'ani famëlar. Nuk është e rëndësishme sa lexon, por të mos kaloj dita pa lexuar qoftë edhe një faqe, dy faqe e kështu me radhë. Marrëdhëniet e Kur'anit me njeriun, me muslimanin, duhet të jenë të atilla që sa herë ai e përfundon leximin e Kur'anit, e fillon atë prej fillimit. Një obligim apo detyrë tjetër që ne si muslimane kemi ndaj librit të Zotit fuqiplot, ndaj Kur'anit famëlar, është ta lexojmë atë sipas rregullave të tajvidit. Çdo kush i cili lexon Kur'anin famëlar duhet të mundohet të mësoj rregullat dhe ta lexojë atë rrjedhshëm, ashtu siç duhet të lexohet ai. Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famëlar thot: "Warattilil Qur'ana tartila", dhe Kur'anin lexojeni me vëmendje sipas rregullave. Sot jetojmë në një kohë ku mundësitë për ta mësuar fjalën e Zotit mirë dhe rrjedhshëm janë të shumta dhe janë të lehta. Çdo kush prej nesh mund ta mësoj Kur'anin famëlar nga shtëpia e tij, duke përdorur programe të ndryshme, aplikacione të ndryshme prej telefonit, prej kompjuterit e kështu me radhë. Një detyrë tjetër që e kemi ndaj librit të Zotit është që të mësojmë çdo ditë pjesë të reja nga Kur'ani famëlar, duke i përsëritur edhe ata të cilët i kemi ditur prej më herët, të mos i harrojmë ata. Pra çdo ditë diçka të re të mësohet nga Kur'ani famëlar. I dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith thot: "Mu paraqiten mëkatet e ummetit tim dhe nuk pash mëkat më të madh se sa një sure apo një ajet që dikush e ka ditur nga Kur'ani famëlar dhe pastaj e ka lënë, e ka neglizhuar dhe e ka haruar atë. Prandaj kur të mësojmë diçka të re, të mos i harrojmë ata të cilat i kemi mësuar prej më herët, ti përsëritim edhe ata sa më shumë. Një obligim tjetër që e kemi ndaj fjalës së Allahut fuqiplot, ndaj Kur'anit famëlar, është që të veprojmë dhe të praktikojmë në jetën tonë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: Kur'ani do të jetë argument për ty ose kundër teje në ditën e gjykimit. Andaj ndoshta kjo është edhe obligimi ose detyra më e madhe që e kemi ndaj librit të Allahut dhul xhelal, ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Dhe një obligim tjetër shumë i rëndësishëm po ashtu që e kemi ndaj librit të Allahut fuqiplot, ndaj Kur'anit famëlar, është që ta mbjellim tek gjeneratat e reja. Dashurinë ndaj Kur'anit, dashurinë ndaj leximit, ndaj studimit, ndaj hulumtimit të fjalës së Zotit, ta përcjellim tek gjeneratat e reja dhe ta mbjellim, ta bëjmë të dashur tek ata, që ata ta lexojnë, ta hulumtojnë, ta studiojnë dhe ta praktikojnë edhe ata në jetën e tyre. Dhe kjo padyshim duhet të fillojë nga çdo kush prej nesh tek familja jon, duke e mbjell dashurinë ndaj Kur'anit famëlar tek fëmijët, pastaj tek gjithë të tjerët të rinj ta.